mbrëma, mirë se keni ardhur në Shqip në Dritare Televizion. Do të flasim sot për një problem që na prek të gjithë, por nuk e kuptojmë të gjithë. Unë ndesher pas here, ndërsa flas me njerëz të cilët nuk din të japin një zgjidhje, por e konstatojnë si problem. Por ka dhe njerëz që kanë propozime për zgjidhje. Dhe në kohë të tilla që jemi mësuar që zgjidhjet i kemi të gatshme, i kërkojmë të gatshme nga qeti, e mira do ishte të rikthehemi eksperiencës përvojës, sepse nuk po ndodh asgjë që s'ka ndodhur më parë. Para disa ditësh, zoti Aleksandar Jorgaçi më shkruajti një email ku më tregonte se donte të drejtohej kryeministrit të vendit me një letër. I thash që do doja të flisnim bashk publikisht dhe mandej patjetër për letrën ka kohë në çdo kohë, por le të flasim publikisht për këtë problem që është publik. Atëherë kush është zoti Aleksandar Jorgaçi? Ju e keni njohur nëpërmjet një tjetër emisioni në Shqip. Ai është një mjek 92 vjeçar, është mjek veteriner, ka punuar afro 40 vjet si specialist, si kryespecialist dhe më pas për 10 vite drejtori ndërmarrjes bujqësore më të madhe në Shqipëri. Ka qenë ndërmarrja bujqësore e Roskovecit. Ai ka qenë para disa kohësh për të folur për problemet, por kësaj radhe ka edhe një shqetësim më të madh, por edhe një propozim për zgjidhje. Mirë se erdhët në Shqip, zoti Jorgaçi. Faleminderit, nëse u gjeta. Ju tani jeni në shtëpinë tuaj, në Korfuz jeni tani? Po, jam në Korfuz, te shtëpia e vajzës, se kam prej 6 vjetës që më ka vdekur gruaja, rri këtu te vajza. Te vajza në Korfuz. Dhe më keni thënë që aty kujdeseni nga pak edhe për një... Më nuk keni hequr dorë nga bujësia dhe aty? Po. Kemi edhe një serë, kemi edhe një bache për jashta. Njëkohësisht, këtu kemi edhe, po thuaj të gjithë llojet e pembe frutore. Dhëndri im është i apasionuar shumë pas bujqësisë. Është dhëndri i apasionuar? E bët ju apo e gjetët kështu dhëndrin? Jo, dhëndri, ai është ai që bën tashti punën më të madhe, se më para punoja edhe unë shumë. Po tashti 92 vjeç me të kuptohet tjafësit ashtu. Po me një fjalë nuk rrim kot. Ndërkohë, jo vetëm që s'rrini kot, po ju jeni gjithë dëshirë për të propozuar për ndryshime, për cilat, siç ju thash, ne i konstatojmë, por nuk dim ç'të bëjmë. Më bëri shumë përshtypje që ju kishit përgati një letër për kryeministrin, e dërguat apo ende? Dëgjoj, dashur Dina, ka kohë, unë natyrisht do të thënë si një specialist i vjetër, gjithmonë me interesojnë problemet e blegtorisë në Shqipëri. Dhe shoh që sa vine dhe shtohen konstatimet, vetëm konstatime, ulja e numrit të krerëve, ulja e prodhimit, rritja e çmimit, mungesa e fuqisë punëtore. Të gjithë flasin, të gjithë konstatojnë dhe sipas romanit Kroninit dhe yjet rrinë e vështrojnë dhe Ministria e Bujqësisë rri e vështron. Nuk del asnjë propozim konkret si do të zgjidhet ky problem. Si do të zgjidhet? Dhe unë kam variantin tim se si zgjidhet ky problem. Le të flasim për propozimin tuaj, por për së pari ju lutem më thoni si e shikoni ju gjendjen e blegtorisë në vend? Unë e shikoj në prag të katastrofës. E shikoj në një gjendje të tillë që sa më shumë ikën koha, aq më shumë paksohen mundësitë për ta rikuperuar. Tashti dhe kjo gjë po shoqërohet dhe me një faktor tjetër që kohët e fundit është paksimi i fuqisë punëtore. Tashti kjo gjendje që ka sot Shqipëria nuk është e panjohur, edhe në botë, po edhe në vendin tonë. Në botë, paksimi i fuqisë punëtore shoqërohet me mekanizimin e proceseve.
Tashi, në Shqipëri si në ka ndodhur kjo punë? Në fund të viteve 60, filloj të ndjej një krizë serioze e plotësimit nevojeve për prodhimet elektorale. Dhe atëherë shteti u detyrua dhe, si thonë, mori një kredit nga qeveria kineze dhe u bë një blerje e madhe prej 3.500 krerë mështjera barse që hyshin prodhim brenda një viti. Dhe me këto 3.500 mështjerat u krijuan ose u ndërtuan disa komplekse që rrethojnë qytetet kryesore. Për shembull, në Tiranë, në Durrës, në Fier, në Korçë e kudo. Dhe kjo jo se e zgjidhi plotësisht, por evitoi katastrofën. Tash në këto grupe që blejnë këto kafsh, kam qenë edhe unë. Dhe këto kafsh u blen nga racat më të mira, dhe u blen kryesisht në Holland, në Gjermani, në Austri, në Danimark. Dhe bashkë me to u mor edhe teknologjia e ndërtimit të komplekseve, se si do të ndërsu dhe si do të mekanizoheshin ato. Në të njëjtën kohë, masa u morën edhe në importimin e një kompleksi shpendësh nga Italia, Pulari, që u ngrit në Tiranë, dhe mbastaj në rreth e tjera, por që tashme ky kompleks u prodhua vetë në Shqipëri. Dhe kjo e zgjidhi, do të thënë, po themi përkohësisht, sepse dije që në atë kohë u rritën shumë qytetet fundit 60 dhe u krijojnë qytete të ri industrial, si po themi Patosi, Laçi e tjerë. Tash kjo mas, duhet bërë kjo mas? Po, duhet bërë. Por jo si atëhere. E pra, se kjo është problemi, shteti nuk e menaxhon më. Nuk ka nevojë të menaxhoj shteti. Rrugët e dalje nga kjo është, si me thënë, me një fjalë të madhe, është ekonomia e tregut. Çdo të thotë në ekonomia e tregut. Në këtë proces të futet investitori privat. Sot ka investitor privat që kanë kapitale. Po, a kanë interes? Se ky është problemi. Mund të kenë kapitale të cilat i fusin në ndërtim. Nuk duan t'i argjojnë në blegtori. Kjo është pyetja. Tash e dashur Dina, a do të mundeshin në tregti me dyqanet e lagjeve të plotësoheshin nevojat e qyteteve shqiptare? Nuk mundeshin. Atëherë çfarë u bë? Ekonomia e tregut veproi dhe u hapë tregti e madhe, siç janë supermarketet. Në ndërtim, nuk mjaftojnë ato brigadat e ndërmarrjeve të ndërtimit, po të sot ka, do të thënë, të tilla grupe ndërtuesish që konkurrojnë edhe në Europë, bile bëjnë ndërtime edhe Shqipërisë, që bëjnë ndërtime të habitshme, pallate të jashtëzakonshme, komplekse turistike të jashtëzakonshme. Tash si e bën? E bën në bazë të ekonomisë e tregut. Ekonomia e tregut do të thotë fitim. Një gjë për të çuar përpara, duhet të futesh me dojë mos mekanizmin e ekonomisë tregut. Tash për të futur këtë mekanizëm është sektori privat, që në Shqipëri është i fuqishëm. Tash po ky sektor privat, për shembull, ju ndoshta e keni dëgjuar, është një kompleks, unë e kam parë në televizor,
më duket në Libosh, që e kam emrin fshatçe. E kam parë në market, po me thënë drejtën nuk e blej se nuk më thot gjë. Se ky është problemi i njerëzve që punojnë, po nuk arrin të ta sjellin ty besimin, se duhet shitet besimin. Pikërisht tu është problemi. Tashti, ky kompleks, unë të them vërtetën, si specialist që jam dhe që kam parë dhe jashtë shtetit, më ka habitur teknologjia që ata po përdorin teknologjinë e fundit. E keni parë, keni qenë ju atje? Jo, unë s'kam qenë, po e pash një dokumentar të zgjeruar, shumë të zgjeruar. Dhe ishte e habitshme, dhe thënë që ata kishin mbërritur të fusin në gati inteligjencën artificiale. Dhe thënë, ishte evituar plotësisht, po thuaj, puna e krahut. Puna e krahut. Edhe imagjinoni një kompleks që drejtoj nga një sallë komandini, si kur të ishte një uzinë apo një fabrikë industriale. Kishte fermën e vetë, apo thjesht? Pikërisht, këtu do ndalem dhe unë. Tashti, investitori privat e ne e ka fuqin të bëjë këtë gjë. Edhe jo vetëm fuqin, po kryesorja është se ka pasionin, se ky popull është një popull me orgjin, dhe thënë një popull vektor, dhe e ka ruan dashurin për këtë aktivitet, e ruan këtë një. E dyta është se shqiptarët duan të bëjnë edhe me të fundit. Unë po ju them, unë kam qenë Holland 3 herë, dhe një kompleks të tillë si ai fshatçe nuk kam parë. Bravo. Se janë zhvillimet e fundit. Po, ju besoj juve 100%. Jo, sepse janë zhvillimet e fundit dhe shqiptari e ka zakon do atë më të fundit. I hyn detit në këmbë dhe kërkon atë që është më e fundit. Tashti, si bëhet kjo? Këto qeverit tona duke fillu nga Sali Berisha, atë të famshmen €1. Që shesin, edhe sot kanë dalë nga që jam unë djeni, €1 për resortet turistike. Po, investitorë strategjike tjera, për të ndërtuar resorte, sepse kemi nevojë për shtretar, nuk ka vende për të fletur. €1 për paketën e maleve. Po. Tashti, unë them, qeveria duhet të marrë këtë iniciativë, të thrasi t'i bëj apel investitorit privat. Dhe t'i thotë, unë ju përjashtoj, si që përjashtoj 6 vjetë ato resortet turistike moderne, nga taksat ju përjashtoj dhe juve. Jo 6, po 10 vjetë. Një. E dyta, kafshët që do me cilni nga importi, taksën e importit, nuk do të paguhen. E treta, taksën për makinerit e kompleksit dhe makinerit bujqësore përjashtohen për si vjetësh. Përjashtohet gjithashtu taksa e importit të ushqimeve. Tjetër, të fondet e BE-s, të cilat, si e thonë Shtypi, edhe si të ndodhin realitet që u bodhen, edhe ajo Bashkia Europiane i ndërpreu atë financimin e sektorit bujqësisë, njëkohësisht ja, edhe një gjë për këtë u vodhen. Unë nuk e jam e qartë se akoma nuk ka janë ndërprer. Janë ndërprer, ka kontrol, po kam përshtypjen që aty ka ndodhur diçka që ka të bëj me mënyrën se si shteti e ka parë zhvillimin. Shteti ka dashur të hedhë parat në ndërtim. Dhe
Aty ka qenë fokusi. Në vend të themi u vodhën, mbase kanë shkuar aty ku shteti donte t'i çonte. Se nuk besoj se i vodhi një person, që ke çuditshme do që. Kjo nuk është konstatimi im. Kjo është, do të thënë, ajo që ka shkuar në shtypi, jo e them unë. Po e njëjta je, këto ditë për të lloj për shpërdorimin e këtyre fondeve në kabinetin qeveritar të Greqisë u hoqën 7 ministra e zëvendës ministra. Po aty çfarë ndodhi? Se nuk e kuptova. Kuptova që hoqën njerëzit për shpërdorim, po nuk kuptova çfarë bën. Devijuan fondet, edhe ata. Se dhe këtu kjo ndodhi, devijim fondesh tek ndërtues. Pikrisht, kaq, sa dini ju, di dhe unë. Devijimi i fondeve. Devijimi i fondeve. Kjo gjë ndodh edhe në Shqipëri. Esakt. Por BE-ja ka interesat e veta, dhe në BE-ja diçka di që do të financoj bujqësinë. Kështu që ne duhet bëjmë atë që ajo thot, dhe jo t'i çojmë parat ku i quam. Gjithsesi, çfarë mund të bëjmë ne me parat e BE-s kur të vendosin të na japin prap, thoni ju? Shiko, Rëdina, duhet të themi një gjë. Është përhapur shumë shpreha fermer. Po. Edhe fermer quhet të gjithë bujqit. Kush ka një rrin fshat quhet fermer. Në të vërtet, fermer quhet ai që prodhon jo vetëm për vete, po prodhon dhe për tregun. Kurse ai tjetri është bujk, ai prodhon sa për vete. Ka një lop, ka një parcel që mbjell perime, edhe ai nuk jep. Tashi, a mund të furnizohet tregu me këto mira ekonomi të vogla? Dëgjoj, dihet që këtë probleme ka kaluar gjithë bota. Hollanda, Gjermania, Danimarka, më falni. Ja, s'ka që rregullua. Po, sot maksimumi deri në 5% e popullsisë merren me bujqësi. E kuptoni? Shumë pak. Po, se shumë pak. Pse? Sepse parcela të tëra me 10 me 100 hektar janë në dispozicion të këtyre fermerëve të cilët i kanë mekanizuar. Për shembull, unë po ju them, nëse një fermer ka 100 hektar tokë nga mekanizimet që janë sot, jo vetëm plugimi, mbjellja, etj., por të gjitha këto duan kaq pak fuqi punëtore, sa unë po ju them, kam vizituar një kompleks me 450.000 rritje zojç në Holland, dhe atje kishte vetëm 4 punëtorë. Gjithçka e automatizuar. Tashi, një kompleks nga këto që po themi do të ngrihen, me 100 hektar, mafton të ketë, do të thënë, për vetëm për prodhimin e forazhit, dhe të koncentratës, si që është për shembull misri, tërshera, soja, bata, e të tjera prodhime foragjere, dhe të gjitha këto janë të mekanizuara. Ja pra, se kjo është e mira që këtu nuk do ndërtohet thjesht kompleksi për blegtori, po pastaj edhe komplekse për ushqimin e blegtorisë. Do me thënë, do të rritet mundësia të prodhosh. Kur themi kompleks, se po ashtu do i thoshim monpleks, kurse këtu është kompleks, do të thënë të bashkohet prodhimi blegtoral me prodhimin e vetë, do të një vetë furnizim. Zoti Jorgaçi, ty pyes për diçka. Unë nuk e shikoj që, ky është shqetësimi jashtëzakonshëm që duhet ta kenë njerëzit e bujqësisë, po për shembull, këta që janë komplekse,
nuk kërkojnë, nuk kam dëgjuar që të qonë dhe të thonë duam ulje takse, duam këtë. Por ama bëj namin kur bëhet fjalë për shembull për qumshin plur që vjen nga eksporti. Aty s'të falin ata. Që kjo tregon që ata vetë nuk interesohen për krimin e fermave, po e duan të gatshëm produktin. Apo jo? Jo, nuk është. Po pikërisht pse ndodhin këto? Këto janë mendime dhe jo të gjithë mendojnë në këtë mënyrë. Po sepse nuk ka njeri që t'i udhëheqi këto mendime, sepse Ministria e Bujqësisë rri e vështron. Nuk futet në këto gjëra. Çfarë bëhet? Vinë fondet për shembull ose i qep qeveria ose Bashkimi Evropian dhe ai kërkon t'i ndajë këto në 20.000, në 30.000, në 50.000 fermerë. E imagjinoni që te fshatari, te fermeri, ai zogu, si me thonë, ose pula, ka të ndiset një thellë. Sepse futen kaq shumë mekanizma në atë, kaq shumë burokracira, dhe në qoftë se këto, do të thënë, prodhimi kryesor do jenë këto fermerë, atëherë këtu puna ndryshon. Kjo është ajo që unë mendoj. Pra, duhet të bëhemi dhe në bujqësi krimin e, le ta quajmë me emrin e vet, kooperativa, të rikthejmë kooperativën, kompleksin, gjën e madhe, supermarketin, të kthejmë bashkësinë për prodhimit. Pse për shembull janë të sukses me serat? Po. Se hyn ekonomia e tregut aty. Ai bën serën sepse çmimi i shitjes është shumë i lartë. Edhe në serë ai ka futur mekanizimin. Sot në fushat e Europës prej kohësh, po tash edhe në Shqipëri nuk shikon njerëz me shat në dorë duke prashitur, sepse gjitha i bën mekanizmin. Unë shikoj dhe gëzohem, me thënë drejtën, se them aman po punojnë tokën, po në fakt duhet jetë e kundërta, ata s'duhet jenë më duke punuar me shat, po duhet të jetë automatizuar. Po natyrisht, po nuk mund të hecet, do të thënë, gjithë ky përparim, po themi në ndërtim, ato të habisin, do të thënë, rrugët, superstradat, tunelet, resortet, të gjitha këto të habisin. Mundet këto të mbështeses me imblegtori primitive, me imblegtori që është do të thënë në farmën e organizimit. Mundet të ashtu me ata që merrin me kova edhe me bidona dhe vene dorëzojnë në fabrikë. Dhe fabrika, çfarë bën fabrika? Sepse çmimin e blerjes nuk e dikton fermeri, po e dikton fabrika. Edhe po themi e merr qumshin e 800 me lek vjetra, 800 lek litrit, dhe të ty ta shet 1200 lek litrit, po themi, dhe i merr edhe gjalpit, dhe fshatari çfarë merr, si puna atyre të serave. Ai e shet sharkinin, ja merr sharkinin 150 lek kilën, edhe e shet 300 lek. Edhe tregtari fiton më shumë nga fermeri. Po, dhe prandaj fermeri s'është interesuar. Tashti në qoftë se do t'jen këto komplekse që po themi, do ngrihen këto komplekse, janë ato që e diktojnë tregun, nuk e diktojnë fabrika. Po mirë, atëre një moment, kush do e bëj kompleksin? Ja ta zëm, po marrim një shembull, Lufra, sepse pati një debat fort tani mes një faqe të njohur, Lolita, quhet faqja, e cila sulmoi Lufrën duke i thënë që ti nuk e fermën tënde, kjo nuk është lopa jote. Dhe në fakt, këtë po mendoja edhe unë, se unë kam qenë te Lufra e kam parë, pse s'kan fermë ata? Se duhet të kesh fermë kur je fabrik. Pse e merr ti me bidona? Më thënë, kjo është një pyetje. Atë e din ata, se ata janë njerëz serioz, pa asnjë dyshim, po pyetja është që ti, kur vjen puna e qumshit plur, bëhet nami me ju. Ndërkohë, kur vjen puna e krimit e një ferme, ti s'ke, po bashkëpunon me të tjerë. Pse s'ke? Më thënë,
Duhet të ketë lufra ferm, apo duhet fermerët të bëhen bashkë, të bëjnë një kompleks? Kjo është pyetja, se ja e sham lufrën, po punojnë gjata njerëz aty, nuk fitojmë gjë se i sham këta njerëz. Dashur Dina, siç tham që shteti të japi atë me €1 tokën disponibel, por këta që do të ndërtojnë këto komplekse do të hyjnë në marrëdhënie të ekonomisë tregut me fshatarët dhe të marrin toka me qira ose në marrëveshje kontraktuale me ta, për shembull në përqindje, në shfrytëzime tjera. Kupton? Edhe pikërisht ky fshatar i cili sot ka vajtur në moshën 60-70 vjeç dhe s'ka më fuqi, ati intereson që ose unë që do ngre kompleksin, i them atia, por zotëri, unë të jap, po themi 100.000, 500.000, 1 milion qira në vit, ma jep mua tokën tënde. Zonti? Edhe ajo mbetet e jotja, por e marr unë me qira. Ose ma shet, ato i din vetë ata. Dhe gjorë dina, mënyrat se si bëhen këto punë janë kaq të shumta që edhe ne si specialista nuk i gjejmë dot, kurse ai privati e gjen mënyrën. Duhet vetëm ta çlirosh nga taksat, ta bësh të interesuar. Po natyrisht, e thash dhe njëherë, edhe e admiroj Spartak Jelën që thot, ai është avokat, po thot gjithmonë, ekonomia e tregut. Ore, duhet të futet ekonomia e tregut, ndryshe prodhimi elektoral nuk del nga kolaps. Një pyetje. Një pyetje, zoti Orgaçi. Shteti aktual mund të thotë që le të mos dalin nga kolapsi, na rëndësi ka të vinë turist, pastaj çfarë do hanë ata e marrim nga importi. Bukur, po unë po ju them që turisti në pjesën më të madhe vjen edhe për të provuar një lloj tjetër ushqimi. Ai Shqipërinë e keni parë artikujt e mëdhenj të gjithë gazetave botërore, që thotë Shqipëria e një vend i panjohur. Kupton? Një vend i panjohur. Shqipëria me një natyrë të egër. Dhe ky turist që shikon edhe ato reklamat që japin të gjitha këto, bile dhe vetë kryeministri që je vazhdimisht çdo ditë, dhe vjen edhe gjen po atë qumësh që kalen në shtetin e tij, po atë mish, po atë vezë, po atë gjatë, po atë djathtë, atëhere ku ka ardhur? Nuk ka ardhur në Shqipëri. E kuptoj. Po. Ai ka ardhur për gjysmë. Në qoftë se unë të ftoj ty për drek ose për darkë ose më fton ti mua, më gatuan një gjë që di ta bësh që e ke mësuar nga nëna jote, kuptoti, edhe që e ke mësuar nga krahina ku vjen. Se po më nxore Borzoll, si ashtu, ku vajta gjikundi. Ko që më ftove në shtëpi. Njeriu thot, isha te filani, më kënaqa me këtë, për shembull, duke filluar, thot, kishe një raki që e kështë bërë vetë, kishe një mish, ashtu, kisha zojt që i kështë rritur vetë, e tjera. Do të thënë, kjo ka shumë rëndësi, se ne po themi turist elitar, po e mendon ti që po themi një bos, ose një artista, që të themi një elit të vi këtu edhe të provoj po atë që skandaloze. Sa i në vendin e ti, a i veti e blenë sa frangupulën edhe vëshjet. Kur vjen këtu, që do ashtu të bëj? Pra nuk ka turizëm pa bujësi dhe blegtori. E para dhe e dyta, e vetë një mundësi të mbash njerëzit në vendin tënd është t'i bësh të interesuar dhe të punojnë. Tani kam një pyetje.
A duhet të ketë shteti një lloj shpërndarje të vendeve ku do ndodhi? Sa për shembull, jo ku do mbash Blegtoriti. Apo jo? Po, shiko, kjo është ABC-ja. Përse është ndërtuar shteti? Shteti është ndërtuar që të udhëheqi, të ndihmoj për përparimin e vendit. Edhe shteti nuk është të vej inspektori ministrisë për të gjobitur, po shteti është që ky inspektor të vej të zgjidhi problemin që ka. Unë nuk them që ta zhdukin atë akun, por ato janë detyrat e akus, nuk janë detyrat e Ministrisë Bujqësisë. Çfarë bën Ministria e Bujqësisë? Çfarë bën? Ja, stacionet bujqësore, po ja u them me kompetencë, unë kam shumë kolegë të njohur, merren vetëm me shpërndarjen e naftës, me shpërndarjen e atyre pak parave që jep shteti, edhe, po kjo është detyrë e tyre, kjo është detyrë administrative, nuk është detyrë teknike. Përse kam mbaruar unë për veterinerë? Kam mbaruar të shëroj sëmundjen, nuk kam mbaruar të merrem me ku do marri fondet e sa naftë do marri shatari. Sot ata merren, specialistat e stacioneve bujqësore, merren vetëm me probleme të administrimit, jo të drejtimit teknik. Kuptoj. Ndërkohë, shqiptarët helmojnë edhe nga diçka tjetër, jo vetëm nga mediatizimi i problemeve, të cilat nuk vinë si ta zgjidhim, po si ta bërtasim. Një prej arsyeve që na trëmb. Dhe ne tani kemi frikë. Shalqi themi s'hahet se ky ka hormone. Në fakt shalqi të ëmbël kam kohë që s'kam ngrënë. Nuk e di çfarë i bëjnë, e shartojnë me kungulla, çfarë i bëjnë, se kam iden. Nuk e di. Qershit këtë vit ishin rashi, thanë, së ngrëmin qershi për të qenë. Do me thënë, pastaj themi hormone, domatja, ka të, do me thënë, edhe na kanë friksuar me këto që po ham, edhe nuk dim çfarë po ham. Dy gjëra dashur Rudina, kur isha drejtor në fermën e Rrockavesit, neve kishim prodhim serash, kishim sera moderne me xham, kishim edhe sera kështu me plasmas. Edhe kur dorëzojmë domatet, Çehia dërgon dhe specialist aty. Do thënë dhe ai, kur qojmë neve të stacioni trenit, ai e merte dhe e pranonte, bënte pranimin. Dhe një herë më thot ky specialist i çek, më tha, zoti drejtor, tha, unë i provoj domatet tuaja, tha, po ju, tha, një palë domate, tha, janë me gjithmonë shumë të mira. Edhe i thash unë, kështu provojmë dhe me xham edhe serave. Po këto edhe ma tregoj, po i të këto janë nga serat me plasmas. Po pse tha kanë shije tjetër? I thashun sepse në këto, neve çdo vaditje, thashun, te kanali që çon ujë, i bëjmë një prit, thashun, dhe vene dhe gjithë plehun e stallës lopëve, thashun, vene hedhin atje. Dhe ato, thashun, nuk plerohen me nitrate, me superfosfat, thashun, po plerohen me këta. Tha, pikërisht kjo është arsyeja, tha, tashti e kupton që specialisti ta njeh atë prodhimin tënd që me origjinën që ka. Tashi këto plasmase, këto sera që janë bërë me mira e këta në Shqipëri dhe bravo i qoftë, këto të shtim mbahen me plera kimike dhe me kimikate në pjesë të madhe të tyre, sepse nuk kanë pleh organik, se s'ka blegtori. Prandaj, këtu hyn edhe funksioni ushqyes i kafshëve, i bimbe, me produktin e kafshëve.
nuk mund të kesh ti një kompleks prodhimi pa e kombinuar këto të dyja. Nuk mundet që për shembull tashi janë këto komplekset e pularive. Këto asgjë nuk marrin nga vendi këto. Vjen ushqimi nga jashtë, përpunohet në sa fabrika ose vjen i gatshëm edhe mbaron puna. Edhe prandaj ajo bishi i këtyre shpendëve është në shije si kasht. Për çfarë arsye? Sepse imagjinoj që veza deri te pula a nuk kanë parë diell me sy. Nuk kanë parë diell me sy. Edhe ushqen edhe me këto ushqime që vinë nga jashtë. Pra, po të kemi blegtori, ne do kemi dhe bujqësi më të mirë. Po nuk diskutohet, dëgjo, tashi edhe ka thënë ai Prasri, bakti e bujqësi nuk e ka thënë, nuk e ka thënë as bujqësi e bakti, po bakti e bujqësi. Pse? Sepse është e para. Imagjinoni kur holandezi, francezi, gjermani thot që mirëqenien e kam nga blegtoria. Ai sot është industrializuar, po prapë thot mirëqenien e kam nga blegtoria. Këtë mendoj, kur shkoj në lumin e Vlorës dhe shikoj ato tokat të cilat tani arrim të shikojmë me aq shumë ujë se është lumi që kalon, shikoj rrugën dhe bosh. Të vetmet që po ndërtojnë janë resorte, hotelet vogla, le të themi, të cilat propozojnë çmimet e larta dhe kur i pyet çfarë do bëj unë këtu për kaq shumë para, do flesh thon. Dikush duhet t'ju thotë këtyre njerëzve që në atë zonë duhet të ketë blegtori, por jo thjesht duhet të ketë, po merr para të ndërtosh. Po pikërisht këtu është puna, se aty e i ka fitim. Neve po e bëjmë fshatarin, nga fshatar po e bëjmë hotelier të klasit parë. Edhe që nuk din të shërbejnë. Fare. Që ti vetë ai shikon me inat. Për shembull, unë po ju them një gjë, këtu në Korfu e kam eksperiencë nga vajza ime. U ankua, ajo merret me shikuj turistike. Edhe me një të zotin e një hoteli, cili është edhe shoku i vendrit, i thot kjo që kështu për një grup turistik. Tha, nuk kanë të drejtë. Jo, thaj, mësoj një gjë, klienti ka gjithmonë të drejtë. E imagjinon ti këtë? Klienti ka gjithmonë të drejtë. Kjo është motoja që paraprin turizmin elitar. Në Greqi, Korfuzi hyn të turizmi elitar. E imagjinon, klienti ka gjithmonë të drejtë. E aja thua do në Shqipëri këtë. Kjo është e drejtë. E drejtë. Klienti ka gjithmonë të drejtë, por prandaj ti duhet ta çosh njeriu të bëj punën që di të bëjë. Nëse ajo zonë ka qenë gjithmonë blegtorale, duhet ndihmuar të zhvillojë blegtorinë. Nuk është e mundur që aty të mbushet me hotele dhe pastaj ato hotele bosh do ngelen. Ky është problemi. Domethënë mund të eci një herë, dy herë, po pastaj ai është mësuar të sillet mirë, nuk di ende domethënë të ta përdori, ta shfrytëzojë, t'ia dali. Unë dashur rutina kur vi në Shqipëri, që vi zakonisht një herë në vit, do të thënë përshkoj rrugën, po themi nga Saranda në Tiranë, dhe ose nga qafë Bota në Tiranë. Më përpara, do të thënë se unë kam 30 kusur vjet që vije iki në Korfuzi, shikoje stane në për kodra, në për male, shikoje stane. Ta shti këtë, do të thënë kur erdha këtë vit, nga qafë Bota deri në Tiranë,
nuk pash një stan në rrugë, një stan. E kupton që të kjo? Kjo është një pafjesi e madhe. Sa hynë në qarë botë, në Shqipëri shikon mrekullit që kanë bërë me plantacionet e mandarinave, portokalleve, limonave, edhe me plantacionet edhe të ullive. Të mbushet zemra dhe je krenar, dhe në qofse në makinë je me një të huaj. Je krenar për këto bukurit. Po si nuk shef një... Dhe vetëm djathtas, majtas, shikon vetëm stane të braktisura. Të braktisura. Kush e bën këte? Si që thonë edhe të vjetrit, leku e ngrehujt për pjetë. Pra, në qoftë se ti e favorizon atë privatin, ai jo e 2 fishon numrin e krerëve, po e 3 fishon. Pse? Sepse po të vim pashkët, të vjen greku e të blen qinjin, të blen kecin. Po të vim Bajrami, të vjen arabi edhe të blen unë kur isha në Roskovec, kemi eksportuar qinja për në Arabi. Dhe imaginoni që qënimi ishte kaq i lartë, sa që dhe thënë, kur ma thanë, unë beta i shtangur, thashtu, kështë e vërtet, s'ka mundësi. Ore ishte kaq e vërtet, sa që, pra e ke, blegtoria nuk është kur tepër. Se thot në njeri, po që do bëjnë dhe gjithë këtë prodhim? Nuk ka, në çdo gjë ka superprodhim, në blegtori nuk ka superprodhim. Ta heqi nga mendja çdo njeri. Nuk mbetet prodhimi blegtoral. Atëre, është duke u formuar qeveria e re, pas një dyshim do të kemi një emër së afërmi të ministrit të bujqësisë, ministres së bujqësisë, mund të jetë zonja që është Anila Denaj, mund të jetë një tjetër. Ju nuk merreni me emra, s'keni folur ndonjëherë për emra, po ju çfarë do i kërkonit kryeministrit që të ketë ministri i ardhshëm i bujqësisë për të pasur vëmendje në të gjitha këto që u thoni? E para, unë nuk ja di emrin e ministrës bujqësisë. Kjo është tur për mua? Jo, nuk është tur për mua. Të më thot kjo ministre, që unë s'ja di as emrin, Anila të më Denaj. thot Anila, Denaj, po. të më thot zonja Anila, çfarë ka bërë një gjë që ta këtë dëgjuar populli shqiptar? Ta këtë dëgjuar më, një, kërëndi, të dali një... Po ju nuk jeni popull shqiptar tani, ju keni ikur në Greqi? Të dali më, që unë të mbaj mend për një gjë. Ore, për të mira, për të keqë. Kërëndi, nuk parë. Do të thënë, të dali një lajmë. Ministra e bujqësisë do të kundërshton kryeministrin. Ministra e bujqësisë në parlament kërkon të diskutohet kjo gjë. Ka dëgjuar ti ndonjëherë në parlament të diskutohet blegtoria? Të më thonë, ka dalë një ministër e bëhet dali të thotë që është blegtoria? Unë, për shembull, e mbajmë, do të thënë, shu zotin Braçe, deputetin e shkëlqyer. Do të pse nuk vjet ai ministër? Ai i ka këmbën tokë. Këta nuk kanë këmbën tokë, se po të kesh këmbën tokë, ti më zotri e ke mendje në Shqipëri, e ke falas. Ke një armatë të tërë pensionista që kanë punuar. Vetëm Fieri ka pas 2.000 specialista me arsim të lartë në sektorin e bujqësisë, edhe një 2.500 në naftë. E i ke këta, pse si thriti të gjoj, merru mendimin, ja, absolutisht, shko në zyrë, shiko statistikën, sa ullë sot, sa ullë nesër,
kjo është ministër, ky është ministër, nuk kam parë se unë e ndjek si drakonist, e ndjek lajme ditë për ditë, për mos thënë 5 ditë. Nuk e kam parë, shikoj atë zonjën Balluku, që shkon kanë po nuk e kam parë këtë ministre të vej të ullet me specialistat, po themi në Fierë, në Luqë, në Korçë, që janë të shkëlqyrë. Ullet edhe ajo. Ullet. Gjithsesi juve e keni ndarë mendje, ndoni Braçan ministër bujësie. Jo, nuk është të vërtet. Letëria jo ministre, po të ndjeki problemet. Mos të rri ministre zyre. Unë ministre i them ati që vjene ullet me mua atje, kupton? Që vjene ullet me mua, që ullet i them Mia Thomaj. Se ulej zonja Thomaj? Si ishte si ministre? Jo vetëm ulej, kupton ti? Por ishe kënaqësi të flis me të që i thoshin shoqe, po që ishte zonjë. Ulej dhe nuk të dëgjonte vetëm ty, po dëgjonte edhe stallierin. Kupton? Edhe specialistin. Kurse këta nuk të ashtu më... Mua, zonja Thomaj më ka mësuar si të zgjedh si që duhet aty të fruta perimet e lagjes. Kështu që nuk e haroj kur, gjithmonë të e kujtoj kur më thoshte merr këtë, merr atë, bëj kështu, bëj ashtu, dhe këtë mendoj që se ne ndonjëherë flasim gjithmonë keq për njerëzit tanë. Edhe themi ajo kohë prodhoi njerëzit e gabuar që drejtonin, por ja që s'qeka kështu, ja që nuk është e vërtet. Jo, s'është e vërtet, nuk është e vërtet. Nuk e mbante Enver Hoxha 12 vjet ministre. Ai në qoftë se të priste kokën, të çonte prapa të jenë kooperative. Edhe ajo 12 dhe ishte, unë kam qenë vetë në mbledhje me kryeministrin, me Mehmet Çeun, edhe them Mia Thoman. Edhe kam parë, do të thënë se si ajo e kundërshtonte, në syrin tonë. Ishim në disa kuadro që na thriti se u bë problem prodhimi mishit, dhe na thriti neve që ishim nga, do thënë, si po themi më të mirët. Edhe, do thënë, aty në mbledhje kundërshtoi direkt. Po ta merr mendje aty se kjo, si ata emrin, Anila, do thënë kundërshton Edi Ramën atje. Nese, ne nuk kemi ndonjë nevojë që Anila të kundërshtojë Edi Ramën, por ne duam që Edi Rama të di se çfarë kërkon blegtoria tani. Se e bukura është që ata nuk i dinë të gjitha, sa do këshilltar të huaj të kesh për diplomacinë, për protokollin, për sjelljen, nuk e si ti dish të gjitha, se këshilltari huaj nuk e njeh tokën tënde, saqë e njeh njeriu yt. Dhe prandaj unë jam e nderuar që ju zgjidhni Shqipin për të folur për këto probleme, për t'i përmbledhur. Le t'i drejtohemi siç kishit ndërmend me letër, por edhe publikisht kryeministrit, çfarë duhet të bëj për blegtorinë në mënyrë të përmbledhur, zoti Orgaçi. Pikërisht këto. Ja, këtë po them. Do të thënë, unë e dhash një rrugë. Ministria, kryeministria, le të mbledhi kuadro dhe specialistë të sotshëm e të dieshëm. Dhe të kërkoj rrugët, ose vetë Edi Rama t'i thot ministrët më bje rrugët si do dalë, kuptoni, se ka dhënë objektiv, më falë do të thëmë po zgjatem, ka dhënë objektiv 1 miliard euro nga prodhimi, nga eksporti perimeve. Ka dhënë objektiv. Tashti, po në blegtori cili është objektivi? Këtë dëgjuar në i fjalë? Sepse dashur Dina dhe me këtë them të mbyll ato mendimin tim, sot po ngrihet edhe problemi, po ham apo po ushqehemi. Të hash, do të thënë, të pish qumë shplur, të hash djath me një sistem, me amidon, të hash pul edhe vezë,
me të rritura që s'kan parë dritën e diellit, të hash domate e prodhimit plera bujqësore, të rritura me plera kimike, ti ha, nuk u shqesh. Nuk u shqesh. Kjo është një dallim shumë i madh. Dhe duke lidhur me turizmin elitar, elitari do të ushqehet, nuk do të haj. Do të haj është pensionisti, jam unë për shembull, edhe shokët e mi që marrim një pension mizerabël, edhe me ato do marrim ato që janë më të lira, që do të thotë të hash, po jo të ushqesh. Pra, ne kemi nevojë që të gjejmë mënyrat se si të ushqehemi në këtë vend. Dhe që të ushqehemi mirë është në dorën e shtetit për të nxitur shqiptarët drejt ekonomisë të tregut. Nuk mund t'i kthejmë të gjithë fshatarët në hotelier, por duhet që secili të bëj punën e vet, atë që di të bëj më mirë. Ta ndihmojmë ta bëj. Shiko, ky deduksioni yt, po unë duhet të shtoj një gjë, që këtu të ne nuk është problemi, nuk del në pa problemi të ushqyerit, të ne po bëhet problemi të haj, të hangërit. Të ngrënit. Se ne nuk plotësohemi as atë të ngrënët, ne s'plotësojmë të ngrënët, të hajen, pale të ushqimin. Tani që... Po, më fal, po. Jo, mbarova. Jo, thash, tani që do e mbyllim, do doja të shikoja pak serën. E shikoj do të atë serën? Duket që nga dritarja atë? Jo, është larkë se ne vendri ka 4 dyllyn tokë këtu, se nuk jemi në brenda qytetit. Korfuzi është rrethuar me kodra. Edhe po thuaj, dhe thënë, gjysma e popullsisë banon në kodra. Janë kodra shumë të bukura. Dhe si kodrat e Tiranës, si kodrat e Luqenës, Fierit, janë kodrat të zakonshme, dhe në këto kodra gjen edhe, do thënë jo njëra, po me 10 pallate, vila të ndërtuara nga të huaj. Këtu rreth nes, për shembull, ka francez, ka gjerman, ka holandez, edhe kështu që sera jonë është një serë natyrisht tepër modeste. Tepër modeste. Korfuzi, si e ka zgjidhur këtë problemin të hash dhe të ushqesh? E ka zgjidhur apo dhe ai me probleme? Jo, s'ka probleme fare, këtu me pronë ekonomi e tregut. Do t'i një, po e marrë nga peshku që është me produkti me i konsumuar në Korfuz. Do t'i një koce 3 kilëshe për shembull, po do të paguash 3.000 euro të zemë, po themi. Tegër. Këtu ka edhe të hash, edhe të ushqesh. Varet sa para ke. Tashi ishte një sheik arab këtu, që ishte gujt bajti dhe ndrim. A i vetëm kërkoj qokolata dhe mori 300 euro qokolata. Po asë nuk është po kërkoj qokolata nga firmët të njohura të botës. Kështu që nuk është problemi tyre. Ne flasim për problemin e popullit. Kështu që Korfuzi e ka zgjidhur, si të duhesh, po deshe i blej sullaqet, jenë pas në rrugë dhe mbaron puna. Edhe hotelet i ka dhe hotelet që vjen dje e përsolli një grup i me bi. Në hotele do thënë të zakonshme. Po ka edhe resorte që
nuk afrohesh dot, që mund të bëj për themi 20.000 euro nata. Dhe këtu gjerat janë krejt ndryshe. Pra, ne jemi ende në kohën që duhet të ndajmë të hashë të ushqesh, të ndajmë standardet, por si fillim kemi ende mundësi, që në Korfuz besoj kanë baruar, janë ndarë klasat, kemi ende mundësin që t'i japim mundësi njerëzve për të bërë atë që din të bëjnë mirë. Për shembull, ati që është marrë me blegtori, të vazhdoj të merret me blegtori. Ati që ka bërë një fabrik të qumshit, të financohet që të ketë edhe një kompleks të madh blegtoral, edhe mos vazhdoj me bidona. Në vend që të harxoj kohën në Facebook duke treguar që ai ka qumë është mirë, se ne nuk të besojmë më, ky është problemi. Çfarë do të bëjnë, sa do dokumentar të bëjnë këta njerëz, sa do reklama të bëjnë, ne nuk i besojmë më. Ka ardhur një moment i keq, ne nuk e besojmë më njëri tjetrin. Andaj duhet të ndajmë shapin nga sheqeri, të hash nga të ushqesh. Ju faleminderit shumë që ju gjeni mundësinë edhe flisni. Dhe kjo është pyetja e fundit. Pse e bëni këtë? Ju jeni në punën tuaj, në vendin tuaj, tani është Korfuzi vendi juaj. Familja juaj është shqiptaro-greke aty. Pse doni të flisni ju për bujqësinë dhe blegtorinë në Shqipëri? Shiko, e para është avetarizmi. Të vjen keq kur shikon që në atë që ti ke punuar gjithë jetën, po abandonohet. E dyta është ego profesionale. Ego profesionale, si mundet unë të dëgjoj në televizor që flasin për çdo gjë dhe nuk flasin për jetën, për bazën e jetës. Si mundet të rrish ti e të diskutosh e të harxhosh miliona për tekat e Sali Berishës që ti rinumërosh votat, vetëm dhe për tekat e një njeriu të harxhohen miliona e miliarda, dhe për këtë nuk harxhohet qoftë edhe do të thënë ato miliarda e miliarda minutat që flitet në parlament, më falë, fjalët që flitet në parlament, nuk gjendet një cep të flitet për blegtorinë. Që është jeta, më është jeta. Si është jeta. Po të zem se bie, ja, e dashur Rudina, të zem se bie një epizoti. Se në njerë që thonë epidemi në blegtori thonë epizoti, edhe mbyllën kufit për çdo gjë, për qumshin, për mishin, për bezën tjera, çfarë do bëjmë ne? Nuk më thoni çfarë do bëjmë. Çfarë do bëjmë? Mbyllën më kufit, si ra do filloj me tallona prap. Ore, është problem serios, nuk është problem për të kaluar kohën, është problem shumë, shumë serios. Kjo është. Zoja Rudina, faleminderit që më dëgjuat. Edhe ju uroj mbarësi. Faleminderit shumë. Unë ju dëgjoj me shumë respekt për njeriun që jeni, por edhe për shkak të faktit që unë kam në të kaluarën njerëz që i kanë kushtuar rëndësi nga familja e mamit bujqësisë, blegtorisë dhe e kanë ditur peshën. Po. Faleminderit. Miru dëgjofshim. Faleminderit, miru dëgjofshim dhe miru pafshim. Isha me zotin Aleksandar Jorgashi në një emision që realisht, unë kur thash ju dëgjoj me kënaqësi sepse kam pasur një herë dhe e di çfarë potenciali ka një njeri, por edhe nga ana tjetër unë hyte njerëzit që kam në të kaluarën, edhe pse unë nuk e kuptoja atëherë, isha fëmijë, nuk e kisha iden, edhe tani e dëgjoj mamin me një lloj skepticizmi kur flet për atë të kaluarën, kur në familje ata kishin mundësi të ishin të prodhonin në tokat e tyre të prodhonin. Tani ka kaluar kohë edhe familja e mamit tim e bërë nga njerëz të cilët studiuan të gjithë dhe u larguan nga fshati, nga Myzeqeja, tashmë s'ka asnjë çik tok. Toka e tyre është në duart të gjykatave, në një dosje XXXX që
mund të kaloj në vitin 2037, kur askush prej njerëzve që prodhuan aq shumë në atë kohë, ose ishin dëshmitar të prodhimit të një familje të rëndësishme në Myzeqe, nuk do jetë më. Por ajo që më bën përshtypje është që këta njerëz, të cilët po shuhen një nga një, duan të varosen aty, në tokën e tyre, në varezat që dikur ishin të tyre, në kishën që dikur ishin e tyre. Tani s'kan asgjë, ata që i kanë s'kan asnjë lidhje me atë tokë. Ky është një prej problemeve të mëdha. Njerëzit që patën hektar të tërë s'kan asgjë. Sepse ata duke menduar që u përkiste, nuk venin të trokisnin. Ndërsa ata që i shikonin me xhelozi dikur, ata vajten e rrëmbyen. E çka ngelur? Ka ngelur që ata që e rrëmbyen nuk din ta përdorin. Ky është problemi, nuk e di si përdorej. Ata nuk kanë kujtime. Nuk kanë kujtime në ADN-n e tyre. E duke mos ditur si ta përdorin, ç'bëjnë? E japin për panele diellore. Mirë bëjnë, po nëse një tokë është e mirë për blegtori, duhet trajtuar për blegtori. E atë se di ti që e vove, e di ai që të cilit e vove. Ky është një prej problemeve të mëdha që del duke folur për problemet. Kush i zgjidh këto? Shteti. Si i zgjidh këto? Duke folur me ata që kanë eksperiencë. Njëri prej tyre është një zotëri i nderuar që sapo foli, që është zoti Orgaçi. E lumtur që më zgjidhni ty dëgjoj, dhe pastaj njerëz të tjerë të na dëgjojnë, dhe ata nuk janë pak, janë shumë. 300 milion klikime, 300.000 ndjekës në 2 kanalet tona janë një pasuri e çmuar njerëzish që shpërndajnë fjalën. Ne jemi e hona një zëri të mirë, e një zëri që po bëhet i fortë gjithmonë më shumë sa jush. Regjistrohu tek dritare televizion Rudina Xhunga. Janë 2 kanale fantastike dhe këtë e them me gojën plot. Faleminderit.